Edi Rama ka reaktivizuar mekanizmat parlamentar për të monitoruar, testuar dhe nëse është e mundur, disiplinuar drejtsinë e re, SPAK-un. Bëhet fjalë për Komisionin Parlamentar Xhafaj, i cili ka kërkuar të futet në agjendën e SPAK, pikërisht kur Klodian Brau mori detyrën e kryeprokurorit në mënyrën më aktive të mundshme. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar i ka kthyer përgjigje parlamentit duke i thënë jo Komisionit Parlamentar për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale të drejtuar nga Fatmir Xhafaj për një vizitë monitoruese në SPAK, gjoja me idenë e zbatimit të masave për luftën kundër pastrimit të parave. Me një formulim të prerë, prokurorët e SPAK e cilësojnë nismën si ndërhyrje të palishme dhe cënim të drejt të pavarësisë kushtetuese të institucionit, duke lënë Xhafajin jashtë dyerve të prokurorisë. Fillimisht SPAK sqaron se raportimi institucional është kryer dhe vijon të kryhet në mënyrë të rregullt dhe të plotë. Prokurorët vënë në dukje se nga ana e Agjencisë së Inteligjencës Financiare nuk ka pasur asnjë shqetësim konkret, asnjë çështje specifike, asnjë problem që të kërkonte një ndërhyrje të jashtëzakonshme parlamentare. Pastaj vjen thelbi. SPAK i kujton Kuvendit dhe Komisionit Xhafaj se është institucioni i pavarur kushtetues, i cili raporton vetëm në përputhje me kushtetutën, ligjet organike dhe rregullore në Kuvendit, dhe e thot qartë, pa ekivok. Prokuroria e posaçme nuk mund të monitorohet dhe nuk njeh legjitimitetin e kësaj praktike. Çdo përpjekje për vizita të tilla monitoruese, thuhet në dokument, do të binte ndesh me pavarësinë kushtetuese të prokurorisë së posaçme, një pavarësi që nuk është thjesht një parim formal, por kusht themelor për të siguruar hetime të pavarura, të paanshme dhe efikase në mbrojtje të interesit publik dhe sundimit të ligjit. Në përfundim, SPAK shpreh hapur mosdakordsinë për realizimin e vizitës së planifikuar nga Komisioni Xhafaj, që ishte planifikuar të zhvillohej në datën 6 shkurt 2026, duke e konsideruar atë në kapërsim të ligjit dhe cënim të pavarësisë së prokurorisë së posaçme.